kam vajzën, thot 11 vjet, ka hyrë në pubertet, a kam gjuna pse i tham ta vë mbulesën, se më thot vet, vend. Këtë pjesën e dytë nuk po kuptoj, gjithsesi vajzës 11 vjeçare, me i thonë me vendos mbulesën. Me këshillu po, normal me detyru jo. Në këshilla, pastaj me përdor edhe argumentet fetare, vetëdijsim. Kur është obligim në islam mbulesa? Nuk ka moshë të caktuar mbulesa, por ka sebeb, shkak. Shkaku në këtë rast është puberteti. Pa puberteti obligon vendosjen e mbulesës te vajza edhe obligon namazin. Që obligon namazin edhe te djali. Në këtë rast, nga dy aspekte, aspektin fetar nuk ka dyshim se e ka obligim vajza jote që ka hyrë në pubertet me vendos shamin, mbulesën. Pastaj në aspektin e rrethanave ku jeton vajza jote, edhe ti bashkë me mua, duhet kemi kujdes që ti vetëdijsojmë fëmijët shumë, që kur ta vendosin mbulesën, ta vendosin me bindje të përkushtuar, edhe jo me, si të them unë, me lëkund fryma apo era parë që ballafaqohet vajza jote. Nëse nuk është e gatshme, nuk është përgatitur, shoh që ka dyshime, ka paragjykime, është e pavendosur, leje momentin kur ajo të bindet tamam. Ju lutem vëllezër që keni më ndëgju namazli, e që jeni të ngutshëm, edhe ndoshta e merrni këtë si çfarë thot hoxha, thot mos e çet mbulesën vajzës. Nuk është qëllimi vetëm thjesht me dhënë një dispozit kallup, mi mshu sakic meselës. Është qëllimi me gjetë një veprim, një urtësi, ku vajza edhe prindit nuk bin në pozit palakmushme që nesër kjo vajzë me hek mbulesën. Kjo ka më ballafaqu me lloj provash, a ka më kone zoja me e mbajt edhe me qëndru stabile apo jo. Nëse nuk është e gatshme, mos e detyro, normal edhe kur s'ban me detyru. Se ma mirë me lon ku t'i bën 12 vjetë, 13, 14, 15, me e vendos kur ajo është bind që duhet me vendos, se sa me ja vendos edhe ajo me hek mas 3 muje, 6 muje kur shkon në shkollë. Pra, ti jemi realist, sepse nëse nuk e vendos që tash, po e vendos kur t'i bën 5-16 vjetë, 18, 20, edhe se hek ma, është ma mirë se sa me vendos 11 vjeç e mas 1 muje me hek. Se nëse hek, është problem me kthy ajo ma, se është thy emocionalisht. Andaj, kujdes nga praktika po flas, kujdes gjanë një mes argumenteve fetare edhe praktikës ku jetojmë na, një mes të artë. Zoti ju rujtë.